keni ardhur këtu? Kur keni ardhur në Berlin? Tu ka 2 muaj që kemi ardhur. Si keni uthuar, që ku je nisur? Jemi nisë me traket, kemi rrugtuar me tren, pastaj me autobus, edhe si fillim kena ardhur në meny. Dhe me thonë, pastaj nga meny na sollën këtu në Berlin. Pse e morët këtë udhtim? Tash e morëm nga që atje në Shqipëri nuk ka asnjë vend pune, nuk kena asnjë të ardhme për një jetë më të mirë. Kemi ardhur për një jetë më të mirë gjuja këtej që na siguroj një jetesë më të mirë. Ti nga je? Kemi në gjuhë. Jemi nga Burreli. Po jetoni në Durrës? Jetoj me Durrës. Unë në Burrel kam pas punë rroba qepsi. Unë vetë, burri pa punë. Po në Durrës? Edhe në Durrës ashtu pa punë, vetëm kush na ka ndihmuar, domethënë njerëzit që kemi tani, që kemi jashtë që na kanë ndihmuar pa punë, as burri as asnjë, është shumë vështirë. Po kush e tha që shkon në Gjermani sa atje ka punë? Po kështu tani e ngjum që të ndihmojnë, të japin shtëpi. Edhe në fakt kena ardhur për azil politik. Se ne në fakt jemi në Hasmëri. Dhe më thonë edhe kemi hikë se nuk jetojmë dot në Shqipëri. Jeni në Hasmëri me kë familje, çfarë ka ndodhur? Një vrasje që kanë kryer kohë më parë, ku kanë qenë më i ri burri, ka kryer një vrasje me bashkëmoshatar të vetin, të më thonë pa dashje. Këto janë histori reale apo ju duhet i tregoni këtu? Kështu mund ta merrni azilin politik? Duhet që të tregohet e vërteta. Ndryshe nuk... Se ka njerëz që mashtrojnë, e thonë jo kemi kështu, po rasti jonë rezultoi i vërtetë dhe për këtë arsye kemi ardhur. Se gjoja mos po përfitojmë në azilo, në diçka më mirë se në Shqipëri, sepse atje... Po si e vërtetoni, keni sjell dokumente këtu? Po, dokumentet po, e rasti që përmenda pak më parë. Ti me kë je martuar? Me Artan Çuni. Po ti si quhesh? Dafina. Gëzosh Dafina, po vajza si quhet? Adela. E pa që me jetë. Sa muesh është Adela, sa muesh e ka uthuar me ty? 8 muesh kam push tani, 6 muesh ka qenë. Sa ju kushtoi udhëtimi? Valla, udhëtimi ka kushtuar goxha, një shifër e madhe. Ku i gjetët parat? Na i patën soll nga jashtë njerëzit që kishim ne atje jashtë. Në këtë udhëtim, sa veta të tjerë ishit? Unë për Berlin, vetëm unë dhe burri që ishim domethënë shqiptar për Berlin. Se kishte shqiptar bollu, i shpërndarë në shumë vende tjera. Nga Durrësi, si u niset në grup? Nga Durrësi, jo mos, se kush domethënë në terzinë e vet, në punën e vet. E kuptoj, u mush, ishte mbush. Domethënë, edhe autobusi që erdhën për Berlin plot me shqiptarë ishte në fakt. Po ishte organizuar kjo gjë apo jo? Jo, thjesht. Se kush në familjen vet, domethënë edhe. Po kush u tregoi mënyrën, rrugën, për shembull, pse nuk morët avion dhe të vinit në Berlin me avion, po keni zgjedhur këtë rrugë? Dikush ju a shpjegoi itinerarin? Varet sidomos mundësive. Edhe kishin frikë se mosh nuk na lenin me avion, me rrugtu me avion. Punë dokumentash e letrash, ka raste që i kthejnë mbrapsh, ka raste që i lejnë me kalu edhe, zgjodhëm këtë rrugën tjetër këtej. Do me thënë nuk ka patur njëri që ju ka organizuar, ose një grup që ju ka thënë, që ju ka ndihmuar me bileta, që ju ka ndihmuar, ju ka treguar rrugën? Jo. E keni bërë vetë të? Vetë, gjitha. Ju mbritët tu në Berlin dhe pastaj çfarë bët? Kush ju drejtoi, kush ju tha ku duhet shkoni? Tani si fillim kemi shkuar në meny që të thash kur erdhëm nga Durrësi, ato na orientuan për këtu. Pastaj sërish në rrallë, sepse këtu kishte rrallë të pafund. Sa ditë mbatet rrallë? 2 ditë. 2 ditë kemi flet këtu, jashtë. U bën 2 ditë, domethënë 2 net kemi flet jashtë. Nuk dinim ku të shkonim se kishim dhe punë, domethënë për të nesmen këtu, po nuk dishim ku të shkonim edhe kemi flet këtu. Kishte shqiptarë të tjerë që e bën këtë radhë? Po. Atëherë kur ishim ne po para 2 muaj. Para 2 muaj kishte. Nga vinin? Kam pa. Nga shumë vende. Nga Kuksi, nga shqiptarët të Kosovës. Si janë kushtet në hotel? Aty ku ishim ne ishin shumë të mira. Shumë të mira, pa përjashtim, pa përjashtu asnjë diçka. Me gjitha kushtet shumë mirë. Dhe ju kanë lënë 2 muaj aty, po ndërkohë në këto 2 muaj juve çfarë keni bërë? Hiç. Çfarë prisni?
Asnjë gjë, vetëm prisim datën për të paraqitur sërish këtu. Dhe data është sot. Data është sot. Na kanë thonë me na morën në pyetje. S'ju kanë bërë akoma asnjë intervistë? Jo, asnjë intervistë akoma. Ato presin bile më shumëtën. Me dhënë intervistën, me paraqit dokumentat që rezultojnë të vërteta të asaj që përmenda pak më parë. A ke dëgjuar që në Shqipëri autoritetet, kryeministri, ministrat të Ministri Brendshëm, Ministri Jashtëm, ministrat ndryshëm kanë bërë thirrje, kanë thënë mos u nisni se ju nuk fitoni azil po të shkoni. E keni dëgjuar këtë? Po njerëzit kemi dëgjuar në fakt. Po nga që nuk kishim siguri vetë, s'kishim punë, nuk kishim të ardhme atje në Shqipëri, u nisëm. E morëm këtë rrugë për të nisë gjoja për ma mirë. Po sikur t'ju kthejnë? S'dihet, do na kthejnë, çfarë do bëjmë? Do munojmë të gjejmë ndonjë punë sa për të kalu, për të më jetu, se nuk është shumë vështirë për punën. A ke dëgjuar që në kampe për shembull flitet që ka kriminalitet, që ka përdhunime, që ka vrasje, që ka plagosje? Për televizione, po një për herë kemi qenë shumë mirë, shqyr Zotit nuk kemi pas asnjë shqetësim, asnjë gjë, edhe atë hotel që na dhanë për 2 muaj ishim shumë mirë. Tani tutje vetëm me shpresë të Zotit, se nuk dim çfarë. Vështirë qenë ka, rralla si shikoni vetë, është tepër e madhe. Ju keni marrë lajm nga ndonjëri, a ja kanë pranuar azilin dikujt? Kemi marrë vesh, po shumica negative, domethënë. Azil ekonomik vetëm ato që janë të hujt, që janë këto që janë në lufta. Sirianët që vinë nga lufta. Afganistani, këto që u kanë dalë pozitive më të shumtën. Kurse për shqiptarët e kam thënë që vetëm në një që ka azil politik mund të fitoj. Se ekonomik e kam thënë që kanë dalë shumë negative. S'kena mundësi me jetu atje, them edhe po të na kthejnë, për mua s'kam problem, vetëm të shkoj atje në vendin tim se sa këtu s'ka shqiptare, vetëm njerëz të huaj, edhe gjuhën e kena çik problem se. Po nuk i mendove gjitha këto kur u nise? Po i menduam, po tani ç'a ti bësh? Unë nisem për ta provuar ne. Mos ndoshta është më mirë këtej se Shqipëria është shumë. Po je penduar? Penduar. Po jo, më ç'a penduar. Penduar po, se e shohim se po ç'a do bëjmë tani? Shohim tani, shpresojmë. Po që se na kthejnë, duhet me ik tani, ç'a do bëjmë? S'kemi ç'a bëjmë. Për ma mirë. Do që të arrisë shtu vajzën? Po, për më mirë, se për më mirë, se kështu është polë që për një jetë më të mirë.